Miq Prizmus, sot është 17 shtator i 2025-s dhe sigurisht që në vitin 1825 me 17 shtator ka lindur Pashko Vasa, një nga figurat më të mëdha, më patriotike, më vizionare, më talentuara që ky qytet, Shqipëria, tokat shqiptare, kanë nxjerrë ndonjëherë në historinë e tyre. Pashko Vasa është një nga ato njerëz të jashtëzakonshëm të qytetërimit shqiptar, dhe nuk e them këtë ashtu a priori në mënyrë për t'i bërë qefin vetes, por që kanë nxjerrë qytetërimi shqiptar, e cila na bën jo vetëm nder, por na bën krenar. Unë sot kam bërë një shkrim, është teori Pashko Vasës, i lindjes tij. Kam bërë një shkrim i cili ka jo vetëm thjesht biografinë, kam edhe postra të sigurisht me atë fjalën e madhe që do ta bisedoj më vonë. Kam një fotografi pikërisht me thënien e tij të madhe, feja shqiptare të shqiptaria, që këto vitet e fundit e kanë luftuar padrejtësisht, dhe për këtë do të diskutoj. Kam një fotografi ku është guvernatori i Libanit, kam edhe një fotografi ku është me të gjitha, me veshin e tij të pashait dhe me medalet, ofiqet e tij të jashtëzakonshme, nderuar edhe nga Perandëria. Ai lindi një familje qytetare shkodrane dhe sigurisht që i bën nder jo vetëm asaj familje katolike, patriotike shqiptare, po të gjithë Shkodrës. Njifte shumë mirë italishtën dhe frëngjishtën, bile dhe anglishten, dhe sigurisht i filloi studimet në Itali dhe pastaj kaloi në Stamboll. Sigurisht nga ajo kohë, nga ai iluminim, aktiviteti më i madh do të ishte aktiviteti patriotik në Stamboll, në qendrën e Perandërisë dhe në Selanik. Po Pashko Vasa i takonte sigurisht Stambollin edhe në 1848 në atë Evropë që konvulsonte dhe që ishte revolucionare, ai mori shprehjet e lirisë, mori kontaktet e jashtëzakonshme që kishin me lirinë dhe me afrimin e demokracive, me ndarjen e shteteve kombe, me mbretërit, me perandoritë e rëna dhe në vazhdim, dhe sigurisht njëra prej tyre ishte Perandëria Osmane, ty ku po vepronte. Sigurisht që u dallua. Dhe patjetër për dallimet, për shërbimet, për punën e mirë që bëri, është vlerësuar edhe me një titull kaq të lartë të pashait. Një nga gjërat më të mëdha të Pashko Vasës është Komiteti i Stambollit, shoqëria e jashtëzakonshme patriotike, për mua shoqëria më e madhe patriotike e lindur ndonjëherë. Sigurisht që ka vepruar në mënyrë të jashtëzakonshme, si Zef Serembe ishte, Zef Jubani, Jani Vreto, Pashko Vasa, Sami Frashëri, vonë e trashëgojnë Abdyl Frashi dhe të tjerë. Normalisht ishte një nga ato kryevepra të jashtëzakonshme që po përgatitte në një farë mënyre rilindjen kombëtare. Ishte piknisja dhe lartësia më e madhe intelektuale, që pastaj u përhap kudo dhe në Arbëresh dhe në Rumani, në Evropë kudo, për të bërë zë. Ishin intelektualë cilët po shtonin vlerat e jashtëzakonshme, po përgatitnin gjuhën. Dhe Pashko Vasa ishte një nga ata që kishte kuptuar që duke filluar nga Stambolli duhet përfundonte ke pavarësia, duhet përfundonte ke uniteti i kombit. Botimet e tij edhe nëpër Evropë këtë kishin si qëllim. Dhe Zef Serembe i sqaron shumë mirë, i sqaron Jeronin Derada. Botimet e tij ishin fantastike nëpër Evropë, po bënin të njohur një kërkesë të jashtëzakonshme të një populli i cili po rrezikonte që të mos merrte jo vetëm trojet, po dhe kulturën e tij.
duke qenë ndryshëm nga të gjitha, dhe pikërisht këtu ishte qëllimi i Pashkovasës. Ai u bë dhe guvernator i Libanit, veproi që në 87 aty dhe vdiq në 92-shin. Dhe ishte një nga administratorët e shkëlqyer të portës në atë kohë, u vlerësua shumë, u vlerësua si nga porta dhe nga perëndimorët në marrëdhëniet e shkëlqyera që mbante diplomatikisht, ushtarakisht dhe si qeveritar, si guvernator i shkëlqyer. I takonte atyre pjesës guvernatorëve që kishin dhe religionin brapa. Kishte në perandorinë e asaj kohe kishin drejt 1% të ishin edhe katolik roman, ortodoks, edhe të feve tjera. Perandoria kështu ishte multireligionare, multietnike. Por ky ishte i vlerësuar sidomos për aftësitë që kishte dhe për normalisht intelektualizmin e jashtëzakonshëm, po dhe punën e ndershme, sinqertë që bënte. Ajo shprehje e madhe e cila ka lënë dhe normalisht është shfrytzuar keq nga komunizmi, dhe që është feja shqiptarit, është shqiptaria, ishte jo vetëm atëherë në atë kohë, e domosdoshme dhe e mrekullueshme, por dhe në kohën e sotme. Komunizmi, komunistat shqiptare kanë shfrytzuar për të larguar religionin, për të dënuar priftëri, për të prishur kisha dhe xhamia. Dhe kjo është një nga marrëzitë dhe krimet e mëdha që ka bërë, jo vetëm komunizmi, po dhe ai lloj ateizmi i shëmtuar i përdorur nga komunistat shqiptarë. Vrastar, vrasës. I papranueshëm në asnjë lloj shoqërie. Njerëzit mund të zgjedhin besimin e tyre si të duan ata. Përdorimi i keq i besimit, ndarja në sajt besimit nuk është punë e mirë, dhe këtë kritikonte, dhe prandaj është edhe shprehja e jashtëzakonshme e Pashkovasës, që sigurisht është interpretuar keq kohët e fundit. Mos shikoni kisha xhamia, feja shqiptarit e shqiptaria. Ai e ka thënë në kontekstin e asaj kohe e cila sigurisht i ndante shqiptarët. Latin dhe turq. Bile nga jugu thonë Muhamedan. Nuk identifikoheshin me kombin, po identifikoheshin me fejnë, edhe kështu pa dyshim përfitonin grekët, slavët, serbët, po të donin dhe italianët. Por ata nuk ndërhyjnë asnjëherë në këtë lloj mënyre, dhe nuk kemi pse t'u bijmë qafë. Por vendet kufitare si grekët, kush ishte shqiptar ortodoks i thoshin është grek. Vendet kufitare slave, kush ishte shqiptar ortodoks i thoshin je slav, je serb, balazez këtu ke ne. Kur ai ishte shqiptar, edhe këtu në këtë kohë dhe atëherë kur është botuar poema e jashtëzakonshme, e vjershat e jashtëzakonshme të Pashkovasës, ju kujtohet e mjera Shqipni, kush të ka qitë me kryen i. Ti ke pas kënë një zoj herand, burrat e dheut thirrshin nan. Ishte një lloj patriotizmi romantik i shkëlqyer, po që po shkonte ke e vërteta, po prekte të vërtetën, po dilte nga romantizmi, nga romanticizmi drejt një realiteti fantastik. Fjalën feja shqiptarit e shqiptaria e shfrytzuan komunistat. Dhe e luftojnë edhe sot disa për të identifikuar në religionin e tyre, gjë që si ka penguar askush. Të thonë që jam musliman, të thonë që jam katolik, të thonë që jam ortodoks. Por po t'i pyes se çfarë kombit kanë, sigurisht ata që thonë shqiptar, ju ka vlerë edhe ajo fe që kanë, dhe që është ndryshme ke shqiptarët. Shqiptarët kështu janë, kanë fe të ndryshme, nuk janë homogjen në religionin e tyre. Dhe kjo thirrje ju shërbente në atë kohë për mirë, për të identifikuar si shqiptar, shërben edhe sot. Kështu që ata që e luftojnë këtë shprehje, këtë thirrje të Pashkovasës, sigurisht që vendosin religionin për mbi kombin. S'pakut ke unë nuk do të ndodhi kjo. Ne nuk lindim me religion. Njerëzit mund të ndrojnë religionin. Edhe po të duan të ndrojnë ADN-n e kombit, nuk e ndrojnë dot. Edhe sikur të heqin palcën e kurrizit, nuk do të ndrojnë dot. ADN-n nuk do të ndrojnë dot, dhe dali shkenca më e madhe
si që bëjnë sot marzirat me ndrim të seksit ose me ndrim trans, ku diun se çton, marzirat tilla. Idiotizma cilat i kalon bota në periudha të ndryshe të shmendura të saj. Religionin njerëzit mund ta ndrojnë me dëshirën e tyre. Mund të kenë lindur nga prindër me një X besim dhe vetë personi mund të nështrohet një psikoanalizë të vetën edhe ndryshon besim. Nuk është lidhje, religioni nuk është lidhje e besueshme dhe e pa transformueshme. Kombi është lidhje e besueshme dhe e pa transformueshme. Religioni duhet respektuar dhe njerëzit duhet inkrenar për të, çfarë do lloj religioni që të jetë. Por kombi është ai që na bashkon ne shqiptarëve që kemi disa religione. Këtu ka vlerë edhe shpreha e madhe e Pashkovasës, e patriotit fantastik, të jashtëzakonshëm, të iluminuar dhe iluminist, romantik dhe realist njëkohësisht, të kalimit nga romanticizmi shqiptar në kërkesën e jashtëzakonshme për pavarësinë, për përgatitjen e rilindjes sonë kombëtare. Po e përsëris edhe një herë shprehja e tij, feja shqiptarit e shqiptaria, është një nga ato më lapidare që kanë nxjerrë ndonjëherë në një mendje e iluminuar e shqiptarëve. Vlen edhe për sot. Edhe për sot duan të përçajnë me fe shqiptarin. E përçajnë. Sigurisht duan ta asimilojnë në Greqi. Spakut janë munduar para 20 vjetësh, 15 vjetësh, ndoshta edhe sot. Kur shkon emigrant aty duke i thënë që ti je i veri e pirit, ashtu të marrin edhe kombin ato, të marrin edhe shtetin. Duan të kthejnë patjetër në një ortodoks ose në një grek. Dhe shqiptari si mund të rezistoj pa fjalën e Pashkovasës? Ai do të qëndrojë një katolik i mirë, po do të jetë shqiptar. Ai do të qëndrojë një ortodoks i mirë, po do të jetë shqiptar. Sa shqiptar, ortodoks, katolik kanë rënë në kohë të vështira për të mbrojtur identitetin e tyre kombëtar. Po ashtu dhe musliman. Po ashtu të gjithë shqiptarët që kanë pasur ndjesinë për kombin dhe kanë mbrojtur religionin e tyre. Dhe janë bashkuar duke pas religione të ndryshme, po kombin e njëjtë. Ky është edhe mesazhi që jep Pashkovasa. Dhe ky mesazh është sot në e lindjes tij. Nuk e di çfarë kanë përgatitur për aktivitete në Shkodër, nuk e di. Mbase e kujtojnë. Unë kam bërë atë shkrimin tim edhe ai aty është. Kam bërë detyrën time. Unë bëj detyrën time për të kujtuar një gjigant, një vigant të jashtëzakonshëm të letrave, të patriotizmit dhe të kombit tonë. Dakord miqtë e mi. Pjesa tjetër është i kushtohet UÇK-s, Hashim Thaçit, James Rubin, njeriu të Clintonit edhe sekretarit të shtetit të asaj kohe, Madeleine Albright, dhe një nga thënieve e cila mjafton kundrejt gjithë thënieve të tjera në deponimet në gjyqin që po tentojnë në hak t'i bëjnë UÇK-s dhe Hashim Thaçit. Rubin thot një diçka të tillë në bizedimet kur ishte koha për Rambuen. Do t'idheshin disa firma dhe ato firma kishin përgjegjësi të jashtëzakonshme, morale, kombëtare, politike, dhe psikologjike se mund të rëndonin të njerëzit e kombit. Edhe thot cop. Hashim Thaçi thot ishte i vetmi që dinte dhe kishte dijenin e plot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj do ta sulmonin Serbinë në qoftë se ajo nuk nënshkruante. Dhe në qoftë se nënshkruanin shqiptarët. Këtë nuk e dinte, thot Adem Demaçi, s'kishte si ta dinte. Dhe kjo tregon aleancën e jashtëzakonshme. E dinte vetëm Hashim Thaçi. Dhe ju bind kësaj. Besoj te ne, thot, besoj ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke politika jonë dhe ke aleatët tonë. Ai sigurisht përfaqësonte krahun politik, por nuk mund vepronte pa lejen e atyre që dikur ishin quajtur terroristë, po tash ishin bashkëpunëtor, ishin partner të Shtetet e Bashkuara të Amerikës
dhe atyre vendeve, 19 vendeve që u bashkuan për të goditur Miloševićin dhe Serbinë, sidomos në kohën e agresionit më të turpshëm, më gjenocidial që është bërë ndonjëherë në rajonin tonë dhe kundra shqiptarëve në kohën moderne. E dinte vetëm Hashim Thaçi. Dhe ai bëri të mundur që të vendosej firma, të firmose. Ai kishte djenin i vetmi. Pra, në gjyq, ai vërteton që Hashim Thaçi ishte partneri i tyre. I vetmi që sigurisht ishte djenit për të punë. Dhe kjo vjen në një moment ku të tilla gjëra janë thënë Albin Kurtit. Firmos, ti e shti një hap përpara, 2 hapa përpara serbëve. Albin Kurti nuk e ka bërë se ka parë politikën e brendshme, ashtu si kundër mund të shifte. Hashim Thaçi në atë kohë politikën për të fituar pikë, thënë që janë patriot. Se sigurisht po hodhe firmë do lishosh diçka. Dhe kjo kërkohej prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe kërkohej të hidhe atëherë, ajo firmë duhet të hidhur atëherë për t'ju treguar që sigurisht shqiptarët janë me ne, dhe që domosdoshmërisht do të ndodhte që mos hidhej firmë nga ose të vënohesh firma nga serbët. Pikërisht për këtë. Kjo ishte arsyeja kryesore. Duhesh patjetër të tregohesh bashkëpunëtor, partner, dhe këtë e bëri Hashim Thaçi. Kjo ishte mënyra më e mirë e një deponimi fantastik në gjyq për të thënë që ai ishte joni. Ju po mbanin në burg një njeri i cili ishte partneri joni dhe që sigurisht si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tonë, që aleatët sigurisht janë Britania e Madhe, Franca, Italia, Spanja, shumë vendet e Evropës, 19 vende, bile dhe Kanadaja, u binën dhe bën atë çfarë i ishte premtuar Hashim Thaçit. Kur ai nuk u bin, kur ai nuk hoqi dorë, kur ai nuk zbatoi dhe po vazhdonte të këmbgulte në krimin e tij, e sulmuan. E bombarduan, e sulmuan midis të Evropës. Po e përsëris edhe një herë diçka që nuk e bën Albin Kurti. Nuk është partneri i tyre. Dhe tashmë ato ja kanë hequr dhe vizën. Nuk është, e kanë shpallur jo partner, nuk është më strategjikisht i tyre. Nuk mund të bisedojnë kaq rëndësishëm me të. Nuk i kërkojnë gjëra të rëndësishme. Kanë ulur nivelin e miqësisë dhe partneritetit me Kosovën, sigurisht, po për fajt të Albin Kurtit dhe qeverisjes së tij. Kurse James Rubin vërteton që ishte Hashim Thaçi ai që kishte pikërisht këtë lloj intuite, besnikërie. Është besnik deri në fund i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Megjithëse është në burg pikërisht për këtë punë, ai mbetet besnik i jashtëzakonshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. UÇK-ja mbetet besnike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatëve çlirimit të Kosovës. Edhe këtu vërtetohet jashtëzakonisht mirë sepse Kosova sigurisht është një realitet i sotëm, po është në sajt partnerëve. Është në sajt UÇK-s, një populli që tashmë do luftonte, por dhe sajt partnerëve, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë sponsorizuar ata njerëzit që kanë drejtuar në atë kohë, sidomos zoti Clinton ose Madeleine Albright, e shoqja e Clintonit. Sot mund të konsiderohen nga politika ndoshta kundërshtar të ashpër politikës, por ama askush nuk ju heq vretje, as ju thotë që keni bërë keq, edhe nga politika e sotme, sepse është po politika e sotme, mos harrojmë që sekretari i shtetit sot është i presidentit Trump, ka zbehur partneritetin. Nuk janë më partner strategjik. Pra janë në të njëjtin linjë. Ky deponim edhe kjo e thënë James Rubin për Hashim Thaçin mjafton kundrejt të gjithave të tjerave që janë edhe të rëndësishme, shumë të rëndësishme. Ajo e thëna që vetëm Hashim Thaçi e dinte dhe kishte premtimin, ishte i qartë që ne do ta sulmonim. Është si të thuash që ai është njeriu jon. Ai ishte
dhe vazhdon të jetë njeriu jonë. Aty është ngritur një gjyq i cili dënon UÇK-n, ndërsa një nga përfaqësuesit më të lartë politikës amerikane të asaj kohe i thotë ishte partneri jonë. Aty po bëhesh një krim, po vriteshin njerëz dhe ne do ta sulmonim. Atëherë unë bëj një deduksion. Si do ta akuzosh Hashim Thaçin dhe UÇK-n për vrasje, kur janë 19 shtete, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kur gjuajnë, nuk mendojnë se mund të vrasin. Pra po bëhet luftë. Nuk mund të quhen terroristë kur janë partnerët tonë. Është njësoj si thua çfarë terroristësh marr janë këta. Ata janë partnerët tonë, janë partnerët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi biseduar me ta. Kanë qenë njerëz që i kemi besuar dhe na kanë besuar. Dhe kjo është evidente, është e qartë. Këtë ka thënë James Rubin. Pastaj majmunët që vazhdojnë sot në Kosovë thonë, pa çfarë qenë ky, çfarë bëjnë muhabete të tilla. Lëvizja vetëdënosje, cila përfaqësohet nga njerëz që s'kanë një kontribut në çlirimin e Kosovës, kanë qenë kundra bile. Shpesh prej tyre ka pas edhe bashkëpunëtor me serbët, ashtu si mnoll në gjitha historitë e botës. Po njerëz që nuk kanë kontribut, s'kanë luftuar, s'kanë marrë armën në dorë, nuk kanë dalë në mal, që themi ne. S'kanë ngritur formacionet ushtarake, nuk kanë luftuar, s'kanë dalë në front. Sot janë të gëzuar se është Hashim Thaçi aty. Pse kanë të kundërshtar politik? Është një nga turpet më të mëdha që mund të ndodhin, po kjo i ndodh shqiptarëve në mënyrë të jashtëzakonshme, është e habitshme, e çuditshme, në mënyrë tragjike, e papranueshme. Po James Rubin e ka bërë, i ka thënë, në Hag janë partnerët tonë. Janë partnerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kanë qenë në krahun pozitiv, kanë qenë në atë kohë dhe në këtë kohë në krahun e dur të historisë. Jo me agresorët, kanë qenë në krahun e çlirimtarëve. Edhe ne kemi gjuajtur, kështu ju thot. Po, kemi bombarduar. Dhe kur bombardohet vdesin njerëz. Po e bënim këtë se e bënim në emër të lirisë. Duhesh çliruar një popull i cili po masakrohesh. Duhet falenderuar James Rubin. Dhe sigurisht do falenderuar edhe Hashim Thaçi dhe gjithë luftëtarët e UÇK-s. Dhe duhen neveritur gjugjet, majmunët e pshtymave kundrejt UÇK-s, luftësh çlirimtare të saj, çlirimit të Kosovës. Dhe ata që sot po prisin me relatat edhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetin, kombin, i cili ka dhënë lirinë Kosovës. Kosova sot është subjekt politik dhe shtet në sajt Shteteve Bashkuara të Amerikës. Këtë nuk duan ta besojnë. As Kurti, as gjithë majmunati i tij në Kosovë. Janë të egërsuar, shajnë nëpër portale, fyejnë, por ky është realiteti. Ata mund të shajnë sa të duan, të fyejnë sa të duan, do mbeten njerëz të vegjël. Ata mund të kenë me vete gjysmën e Kosovës. E çrëndsi ka. Dikur e vërteta bën punën e saj. Dhe dikur do marrin përgjigjen e merituar nga gjysma tjetër e cila do të bëhet më e madhe se sa gjysma. Do të jetë shumica. Dhe kjo ditë po vjen. Një nga ato momente për të ardhur kjo ditë është lirimi i atyre njerëzve, pjesëtarëve politik të UÇK-s, të cilët mbahen padrejtisht nga një gjyq i turpshëm që po i bëhet në Hag. Dakord miqtë e mi?